pa zgjedhje të lira nuk ka ekonomi, pa zgjedhje të lira nuk ka drejtësi, pa zgjedhje të lira e të ndershme nuk ka të ardhme. Ky komision është testi i vërtet i demokracisë në Shqipëri. Ajo që kemi kërkuar pra është që të bëjmë transparente deri në detaje atë çfarë ka ndodhur para zgjedhjeve, duke nisur që nga 11 janari, gjatë ditës së zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve. Nëse juve e refuzoni këtë komision, atëherë praktikisht ju keni pranuar që i keni vjedhur zgjedhjet. Praktikisht keni pranuar që i keni dhunuar zgjedhjet. Praktikisht keni pranuar që ky parlament këtu nuk është vullneti real i votuesve shqiptar, i qytetarëve shqiptar. Dhe neve këto kemi ndërmend që nëse ky komision të ngrihet, ta vërtetojmë. Në 11 maj, pra Shqipëria e përshkruar gjithësisht si shteti i parë dhe i vetëm narkotik në Evropë, zhvilloi këto zgjedhjet parlamentare. E ka thënë qartë OSBE Diri dhe në raportin paraprak dhe në raportin final. Zgjedhjet u zhvillua në një mjedis të polarizuar, ku liderët e opozitës në vitin zgjedhor u arrestuan, ku pati shpërdorim masiv të burimeve administrative, pati presion ndaj votuesve, pati mungesë të kushteve të barabarta për garuesit dhe u zhduk krejtësisht kufiri midis shtetit dhe partisë. E ka thënë një herë OSBE Diri në raportin e fundit dhe me forcë, kemi një parti shtet në Shqipëri. Është zhdukur kufiri midis partisë dhe shtetit dhe rekomandimi kryesor i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës është të ndahet partia nga shteti. Po nëse nuk e kemi të ndarë parti nga shteti, atëherë çfarë kemi? Kemi zgjedhje të lira? Jo. Kemi një farsë elektorale, të cilën neve duam ta bëjmë transparente, t'ia tregojmë publikut. Pse nuk e doni juve ngritjen e këtij komisioni? Sepse neve i kemi me fakte 4522 aktivitete elektorale, krime elektorale, e thot OSBE Diri. Vetëm 18 prej tyre u trajtuan nga KQZ-ja. E po ne kemi ndërmend që t'i trajtojmë të 4500 këto krime elektorale. Përfshirë këtu edhe 7 milion që në Xhiro d'Italia, pa kemi prova, kemi dokumente, i kemi gjitha që kërkohen për një komision hetimor. Pse nuk e doni këtë komision hetimor juve? Sepse ne kemi prova konkrete se si në punësi civil u kthyen në operativ elektoral të Partisë Socialiste. U ngrit një sistem monstruos patronazhimi që profilizuan votuesit dhe nëpërmjet këtij profilizimi shfrytëzonin çdo nevojë, çdo problem të tyre, çdo dëshirë të tyre, duke u dhënë në këmbim shërbime shtetërore për të siguruar vota. Dhe kjo nuk ndodhi vetëm në Shqipëri, po ndodhi edhe në diasporë. Njësoj u patronazhua diaspora. Kemi, e ka denoncuar edhe zoti Berisha, neve kemi një pjesë të këtij sistemi të patronazhimit të krye kriminales elektorale Belinda Balluku, e cila sot duhet ishte vënë në hetim nga Spaku. Ka kryer jo një krim elektoral, ka kryer shumë krime elektorale. Kishte ngritur një sistem monstruos patronazhimi, ku kontrollonte ku jetonin, si jetonin, ku e kishin shtëpi, në katin e dytë, ku e blenin mishin, ku e blenin ilaçin, çdo gjë e kontrolluar, jo vetëm në Shqipëri, por në Greqi, në Itali e kudo. Këto donim ta bënim transparente. Donim të dëshmonim, me qënë se Spaku nuk i ka parë, dhe dokumentat për bonusin 100 euro për 760.000 pensionistët, pra u blen 760.000 pensionistë, fshirjen e 200 milion eurove, dhënjen e 138 licencave të kanabisit, mbi 1 miliard euro tendera. Kemi faktet, ato që Spaku nuk i ka parë, pavarësisht se ja kemi dërguar me 50 kallëzime, faktet për tendera, për punësimet elektorale, për legalizimet elektorale, për asfaltin elektoral, për koncesionet elektorale. I kemi me fakte, me provat, gjitha këto. Kërkesës së opozitës i bashkangjitet opinioni paraprak i OSBE Dirit, ku janë bërë disa konstatime lidhur me përfshirjen e administratës shtetërore në fushatën zgjedhore, po ashtu edhe një deklarat e eurodeputetit Michael Galler, të cilat janë opinione politike dhe qëndrimet Partisë Demokratike, pa paraqitur indice konkrete apo prova ligjërisht të vlefshme.
edhe pse raporti OSBE Odirit përfundimtari, jo parapraku, ka konkluduar shumë qartë se edhe në rastet kur është vërejtur përdorim teknik i burimeve të administratës, kjo nuk ka ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve, të cilat janë njohur si të ligjshme dhe konkurruese. Në këtë kuadër, Kuvendi i Shqipërisë do të duhet vlerësoj nëse objekti i kërkesës përmbush elementët kushtetues dhe ligjor për ngritjen e një komisioni hetimor përfshirë. Kërkesa është nënshkruar nga 1/4 e deputetëve, që po, nga pikpamja formale janë 38 deputet, për caktimin e qartë të një çështje të veçantë që lidhet me funksionin ligjvënës ose me funksione të tjera të kuvendit, ekzistencën e subjekteve dhe çështjeve konkrete për hetim, praninë e dhënave ose indiceve të mjaftueshme që justifikojnë domosdoshmërinë e hetimit. Ligji për komisionet hetimore, por edhe jurisprudenca e gjykatës kushtetuese në disa raste ka theksuar shumë qartë se Kuvendi mund ngrejë një komision hetimor vetëm kur plotësohen këto 3 kushte kryesore në mënyrë kumulative. Çështja të ketë lidhje me funksionin ligjvënës ose me funksione të tjera të kuvendit, objekti të fokusohet në çështje ose subjekte konkrete dhe të ekzistojnë të dhëna apo indicie të mjaftueshme që justifikojnë hetimin. Tani kërkesa e 38 deputetëve nuk i plotëson këto kushte. Pas ajo mbështetet mbi konstatime politike, pa u shoqëruar me prova apo indicie faktike që dëshmojnë ndërhyrje të administratës në procesin zgjedhor. Tani, lidhur me akuzën për përfshirje të punonjësve të administratës publike në fushat. Administrata shqiptare përbëhet nga mira profesionistë me integritet që punojnë me dinjitet dhe përkushtim për qytetarët. Kjo armat nuk mund stigmatizohet me një kërkesë të nënshkruar nga 38 deputet apo të sulmohet padrejtisht me vulën e militantizmit politik. Asnjë punonjës politik publik nuk detyrohet të angazhohet në veprimtari politike dhe ligji garanton mbrojtje të plot për çdo nënpunës publik që ndjen presion apo ndërhyrje nga eprorët. Ligji u njen çdo nënpunësi publik të drejtën për të marrë pjesë me veprimtaritë natyrës politike jashtë orarit punës, për sa kohë kjo nuk ndikon në performancën, detyrimet apo pozicionin e tyre profesional. Tani, çfarë masash mori qeveria për integritetin e administratës zgjedhore në administratës publike gjatë procesit zgjedhor? Qeveria vlerëson vëzhgimin e kujdesshëm të Bashkimit Evropian dhe të OSBE Odirit mbi procesin zgjedhor të 11 majit si pjesë thelbësore të transparencës dhe maturimit demokratik të vendit. Raporti OSBE Odirit thekson se zgjedhjet ishin konkurruese, të administruara profesionalisht dhe kandidatët patën mundësi të bënin fushat lirisht, çka dëshmon forcimin e institucioneve zgjedhore dhe të kapaciteteve administrative ndër vite. Të gjitha pretendimet për përdorimin e administratës publike për qëllime zgjedhore janë të pabazuara në fakte konkrete dhe mbeten të paprovuara. Përkundrazi, gjatë periudhës parazgjedhore janë ndërmarrë një sër masash konkrete për të parandaluar dhe ndërshkuar çdo formë abuzimi të mundshëm. Vetëpërmbajtje buxhetore, që nga 11 janari 2025, qeveria nuk ka miratuar asnjë vendim me ndikim financiar mbi nënpunësit publik për të shmangur çdo perceptim për favorizim politik. Pezullimi i rekrutimeve me VGM numër 122, datë 26 shkurt 2025, u pezulluan të gjitha punësimet e reja në administratën publike gjatë fushatës zgjedhore. Po ashtu, saktësimi të dhënave të instat, punësimet e fundvitit 2024 lidhen me procesin e zakonshëm të rekrutimit dhe jo me periudhën zgjedhore. Pra, në mënyrë të qartë dhe të verifikueshme, gjatë periudhës zgjedhore nuk është zhvilluar asnjë procedurë e re punësimin ministri, institucionet varësisë apo ndërmarrje publike me kapital shtetëror. Tani, lidhur me çështjet shtesë përfshira në kërkesë. Kërkesa e 38 deputetëve përfshin gjithashtu dhe pretendime mbi manipulimin e votës diasporës, kontrollin e medias, ekzistencën e rrjetit patronazhistëve, blerjen e votës dhe konfiskimin e kartave të identitetit, keqpërdorimin e dhënave personale dhe një jashtëquajtur trem bullgar që u ka nxjerrë mend shqiptarëve dhe zhdukjen e 350 kutive të votimit.